Ndukje janë lokale, për ndryshe janë referendum edhe kanë një peshë shumë më të madhe se sa zgjedhje lokale. Andaj edhe kërkoj mbështetjen tuaj. Do mundohem pika të shkurta tu arsyetoj pse meriton Aleanca Kombëtare për Integrim të marrë përsëri verdiktin tuaj, që shumë shpejt provokoi krizë parlamentare edhe vendit hyje zgjedhje të parakoshme dalen nga ky ngërç politik. Neve kemi punu me vite për orientimin drejt Bashkimit Evropian të arriturat integrimeve në Aleancën Euroatlantike. Momentalisht ndodhemi në një ngërç politik ku jemi në vend ecën numëro. Praktikisht kemi humbur busollën politike. Busollën politike dhe orientimin drejt Bashkimit Evropian mund të ofroj vetëm Aleanca Kombëtare për Integrim. Nëse marrëm mbështetjen tuaj, neve shumë shpejt do bëjmë deblokimin e ndryshimeve kushtetuese me çka do hapim mundësinë për negociatat më të thjeshme me Bashkimin Evropian. Kjo nuk është vetëm një arritje politike, një vendim politik. Këtu, mbrapa këtij vendimi, msheten shumë investime, financime edhe mjete pakthyeshme për rigjenerimin edhe përgatitjen e kësaj shoqërie të aderojë Bashkimin Evropian. Kjo ka peshë ekonomike. Me këtë do frenohet edhe shpërngulja e popullatës tonë për, ta them kështu, troç për idare, dhe siguroj idare këtu. Jemi popull dashamirës, e duam Bashkimin Evropian, kemi kontribuar dhe kemi bërë sakrifica. Këtu kemi edhe zotëria Lianetin, ajo është më meritor, mund më tepër të tregoj. Kur është bërë marrëveshja e Ohrit edhe marrëveshja e Presmës, nuk ka qenë marrëveshje shumë të lehta, ka qenë marrëveshje kompromisi, jo se me gjithë punët jemi dakordune, po për hir të interesit përgjithshëm, për hir të paqes edhe eurointegrimeve është bërë edhe sakrificat që është bërë.